Pyetje këtu për trishtimin mëngjesor tëndin. E para, pse kritik në partive të vogla dhe me partitë vogla a ke parasysh vetëm Gonshejin apo ke edhe Meraqe të tjera? Dhe e dyta, pse je disfatist ndaj procesit elektoral të 9 nëntorit? Shiko, unë nuk mund të bëj sikur nuk jetoj këtu. Okej. Nuk mund të bëj sikur nuk e shoh. Ti mund të bësh shpejt më mirë kur që nga situata kështu pse do të futet Partia Demokratike në zgjedhje. Unë mendoj që Partia Demokratike sot ka detyrimin për të replikuar çdo lloj po themi hajnie dhe vjedhje që bëhet në vend. Sot zgjedhjet nuk janë më procese zgjedhore, por janë kthyer në PPP të zakonshme. Sot zgjedhjet janë si incineratori. Sot zgjedhjet janë si check-upi, janë si dializa, janë si sterilizimi, janë si gjithë fllësitë që ka këto. Pra janë një proces i cili qeveria ka të drejtën ta bëjë, i lejon të drejtën vetes ta vjedhë dhe opozita vetëm gjë që ka në dorë është ta denoncojë, ta dëshmojë dhe ta denoncojë. Derisa drejtësia një ditë dhe një ditë do funksionojë siç funksionoi në rastin e Erion Veliet, që nuk hetohet për vjedhjen e zgjedhjeve sigurisht, por që produkti i asaj gjëje, produkti i asaj fllësie është, kështu do të ndodhi edhe me procesin zgjedhor. Pra sot s'ka si dyshim që sot ne kemi një kandidate e cila në vend që të ishte në hetim për vdekjet që ndodhen në mënyrë të panumërt Për shumë çka në Covidin. Pra në vend që të hetohej për faktin që ajo ndërkohë që vdisin shqiptarët bënte tendera sekret për të bërë lek, ajo dhe enturazhi i saj dhe fllësitë e Partisë Socialiste, apo që